fëmijë. Nëntorët që zi, u siguroj që do i t'jenë edhe ma të bega. Nëntorët që do të vinë, ju siguroj që vënd dy do t'jetë edhe më përpara. Ju siguroj që edhe Shqipëria, edhe Kosova, po edhe rajoni në tërësi, do të hapëroj drejt synimeve dhe qëllimeve edhe më të lartë. Po si arrihen këto qëllime? Arrihen me mënd të ftohta dhe të pasura e begata, me dijeni dhe me zemra të zjarta, që nuk shuhen asnjëherë për të realizuar qëllime. Amanetet e të gjithë të rëndet për këtë lamur, amanetet e rinitas dhe spontan realizohen dita ditës, realizohen në shkupin e lartë dardan të qendër e shqiptarëve, realizohen në gjitha hapësirat shqiptare. Prandaj, ju uroj një festë të mbarë, ju uroj ju, familjen e tuaja, dhe përmes zemrave të gjithë ju që jeni këtu në këtë vend të mrekullueshëm e meritueshëm, ju uroj të gjithë shqiptarët për flamur në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshevë, gëzuar në emër të gjithë juve, të gjithë shqiptarëve, nga do që ato janë. Faleminderit shumë e një pasi Ros Flamuri të rojnë dëshorët nga vdi herojët e të tonë.